Përshëndetje. Sot do të punojmë me gjuhën shqipe 3. Tema e ditës është fjalitë dëshirore dhe nxitse. Siç e dim, fjalitë i ndajmë në 4 lloje: ato dëftore, pyetse dhe dëshirore e nxitse. Fjalitë me të cilat shprehim kërkesë, urdhër, porosi ose lutje quhen fjali nxitse. Këto fjali shprehen me intonacion të veçantë, për shembull lutës, urdhërues e tjerë. Zakonisht, në fund të tyre vihet pikë, po kur intonacioni është urdhërues, mund të vëmë edhe pikë çuditje. Për shembull, Ela, mendo për festën e mamit, ose urdhëro lulet. Le të provojmë një ushtrim. Lexo fjalitë më poshtme me intonacionin e duhur dhe lidh me shigjet sipas shembullit. Ela, thuaj tezës për festën e mamit. Në këtë rast, fjalia është një porosi. Babi, të lutem, më jep lekët për lulet. Në këtë rast është një lutje. Joni, eja sa më shpejt në shtëpi. Në këtë rast është një urdhër. Ela, zgjidh një buqet të bukur dhe kjo fjali është një kërkesë. Fjalit me të cilat shprehim dëshirë, urim apo mallkim, quhen fjali dëshirore. Këto fjali shprehen me intonacion të veçantë dhe në fund të tyre vënë pikë çuditje. Për shembull, mami, u bëfsh 100 vjet. Le të provojmë edhe një ushtrim për këtë fjali. Lexo fjalit me intonacionin e duhur. E gëzoft mami ditëlindjen. Uroj shitja. Dhe kjo është një urim. Mami, u bëfsh edhe 100 vjet. Gjithashtu një urim. Qofshim gjithmonë të lumtur. Një dëshirë dhe të thaft goja një mallkim.